Saranda vijon të jetë një nga destinacionet më të preferuara të turistëve vendas dhe të huaj gjatë këtyre ditëve të para të sezonit veror. Edhe pse jemi ende në muajin qershor, plazhet e zonës janë mbushur me vizitorë që kanë zgjedhur të kalojnë pushimet pranë ujrave të kristalta të Bregdetit Jonian. Temperaturat e larta dhe moti i favorshëm kanë bërë që shumë pushues të shijojnë jo vetëm diellin, por edhe detin, duke i dhënë Sarandës atmosferën e një sezoni të konsoliduar turistik. Vendosëm të vinim në Shqipëri sepse është shumë afër Italisë dhe kishim dëgjuar shumë gjëra pozitive për të. Na ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë natyra, veçanërisht deti i Sarandës. Jemi ndier shumë mirë gjatë gjithë qëndrimit dhe mendojmë se do të rikthehemi edhe vitin e ardhshëm, pasi ka ende shumë vende që nuk kemi arritur t'i vizitojmë. Është era e parë që vi në Shqipëri. Në Itali flitet shpesh për Bregdetin shqiptar dhe për bukuritë që ofron ky vend. Ndaj vendosëm ta provonim vetë këtë eksperiencë. Deri tani kemi mbetur shumë të kënaqur, jo vetëm nga deti dhe peisazhet, por edhe nga mikpritja e njerëzve. Kemi kaluar pushime të bukura dhe me siguri do ta zgjedhim sërish Shqipërinë për të kaluar disa ditë pushimi. Në plazhet publike vihet re një prani e madhe e turistëve të huaj, ku numrin më të lartë e zën vizitorët italian. Shumë prej tyre tregojnë se kanë ardhur për herë të parë në Shqipëri, të nxitur nga rekomandimet e miqve, të afërmve apo informacionet e marra në internet. Ata vlerësojnë gjithashtu raportin mes cilësisë së shërbimeve dhe kostos së pushimeve. Shumë prej tyre konsiderojnë Shqipërinë një destinacion ekonomik krahasuar me vende të tjera të rajonit. Sa i përket çmimeve, i kemi gjetur të arsyeshme, edhe në shumë raste të ngjashme me ato të Italisë. Ndoshta, vite më parë ka qenë një destinacion më ekonomik, por edhe sot çmimet janë të përballueshme. Çmimet në Sarandë kemi gjetur mjaft ekonomike krahasuar me shumë destinacione të tjera turistike. Për një vend kaq të bukur Buzdetit, kostot e pushimeve janë të përballueshme dhe ofrojnë një raport të mirë mes çmimit dhe cilësisë së shërbimit. Fluksi turistëve në këtë periudhë shihet si një sinjal pozitiv për sezonin veror, i cili pritet të sjellë një numër edhe më të madh vizitorësh në Rivierën Shqiptare gjatë muajve në vijim.